Horoskopi ditore diel 23 nëntor 2025. Dashi. Mos u tregoni si përfaqësor në punë sot. Ndonë se këto ditë lodhja ka qenë e madhe duke dalë mbi kapacitetin tuaj. Ndaloni për një moment për të kuptuar se si mund t'i kaloni më lehtë pengesat. Mos u tregoni të druajtur, por kërkoni ndihmë nëse keni nevojë. Demi. Gjatë kësaj dite do e gjeni vete në qendër të vëmendjes. Jeshia juaj po arrin pikun maksimal, ndërsa favorizohen takimet dhe njohjet e reja. Ndër të tjera do të tregoheni shumë spontan dhe të besueshëm, ndaj aftësitë tuaja joshse do të jenë fare të lehta. Në punë, një miku juaj ose një i afërm do të ofrojë një bashkëpunim të shkëlqyer. Pinjakët. Kjo ditë do të kërkojë një sforcim të madh fizik nga ana juaj. Duhet të tregoheni të gatshëm për të dhënë maksimumin për të arritur një objektiv tuajin. Ka diçka që së fundmi ju shqetëson dhe nuk ju lë të flini. Mundohuni që të zgjidhni problemin dhe për rrjedhoj të qetësoheni. Gaforia. Prisni një sukses të madh në punë. Të gjitha sforcimet do të vlerësohen, pasi do t'ju besohet një rol i ri, i cili do të shënojë kthes pozitive në karrierën tuaj. Këshillohet t'i planifikoni më mirë angazhimet tuaja, kështu që në mbrëmje mundohuni të gjeni kohë për të festuar me partnerin ose me shoqërinë tuaj. Luani. Do të përballeni me disa debate në ambientin e punës. Kjo gjë mund të ndikojë negativisht në rendimentin tuaj dhe në aktivitetet ku do të përfshiheni. Tregoni sa më diplomat të mundeni kur është fjala për mendimet tuaja, në mënyrë që të mos gaboni. Virgjëresha. Do t'ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm në anën profesionale. Me shumë mundësi në punë do të gjeni një bashkëpunim i cili do të zgjasë në kohë. Zgjedhja që do të bëni do të rezultojë shumë produktive për karrierën tuaj. Në dashuri, ky është momenti për ta çuar lidhjen në një nivel të ri. Peshorja. Gjatë kësaj dite mund të nxirrni në pa talentet tuaja të mëdha. Do të ndiheni të admiruar për aftësitë tuaja dhe nuk do të mungojnë propozimet e mira në adresën tuaj, të cilat kryesisht do të kenë të bëjnë me profesionin. Akrepi. Mundësi të mira financiare dhe marrëveshje të reja në punë paraqiten para jush. Roli juaj si lider në një projekt do të ketë shumë rëndësi, që të shfaqni profesionalizmin dhe autoritetin tuaj. Jeta profesionale pritet të jetë mbushur plot pasion dhe dashuri. Shigjetari. Do të ndiheni shumë emotiv dhe të prekshëm. Në këtë moment do të ndjeni mungesën e një njeriu shumë të dashur, kështu që mund t'ju vinë ndërmend një çmenduri që ta surprizoni me një vizitë. Gjatë javës do të keni mundësi të mira për të punuar, lidhur me projekte shumë interesante. Bricjapi. Mundohuni të mos tregojeni shumë impulsiv, sidomos në dashuri. Mund të ndiheni të ndikuar nga presioni dobësive tuaja, por mundohuni të rezistoni. Vetëm nëse arrini të ruani ekuilibrin e duhur emocional, do të arrini që të shmangni tensionet dhe debatet e padobishme. Ujori. Sjellja e diskutueshme me një miku tuaj do t'ju indinjojë. Kjo gjë do të shkaktoj polemika të shumta, të cilat vështirë se do të sheshohen. Nga ana tjetër, në këtë moment do të jeni në një fazë të mbushur me probleme. Ndaj vetëm miqësitë e vërteta do t'ju bëjnë të ecni përpara. Peshqit. Do të keni mundësi të bëni blerje të mira për shtëpinë tuaj dhe një dhuratë me vlerë për partnerin tuaj. Në këtë moment ndjeni nevojën për të patur më shumë vëmendje në dashuri. Gjithsesi, mundohuni që të tregoheni më të dashur ndaj partnerit, duke mos u bërë vetëm kërkues. Ndoshta mund të jetë kokëforcia juaj ajo që do e frenojë romanticitetin.